Mjeku i njohur çudit botën, kosi në mëngjes shëron këto 4 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë urgjent. Kosi, veçanërisht nëse përmban probiotik, në mënyrë të rregullt mund të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe të zvogëlojë mundësinë e marrjes së ndonjë komplikacioni. Probiotikët kanë treguar se zvogëlojnë inflamacionin i cili është i lidhur me disa gjendje shëndetësore, duke filluar që nga infeksionet virale deri te çrregullimet e zorrve. Ullëndimet tregojnë se në disa raste, probiotikët gjithashtu mund të ndihmojnë në zvogëlimin e incidencës, kohëzgjatjes dhe ftohjes së zakonshme. Për më tepër, vetit pastruese të imunitetit nga kosi do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit falë përmbajtjes së lartë të magnezit, selenit dhe zinkut, të cilat janë minerale të njohura për rolin e tyre edhe në shëndetin tuaj imunitar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi përmban gjithashtu vitaminën D, që forcon imunitetin edhe më shumë. Vitamina D është studiuar për potencialin e saj për të parandaluar kështu edhe komplikacione dhe për të sjellë rezultate fantastike, sidomos kundër ftohjes së zakonshme dhe problemeve të gripit. Shkenca thotë se vetëm me një sasi të vogël të kosit në dietën tuaj do të keni një arsenal të vërtet të mbrojtjes së shëndetit. Në këtë video, sipas Step2Health, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt. Kosi është një vlerë e shtuar për organizmin tuaj. Ai ju mbron gjithashtu edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Ullumtimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasur përballë historinë mjekësore jetësore të rreth 200.000 personave të profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe të operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet e zemrës, diabeti ose radikalet e lira. Ndjekja e tyre në vazhdim tregoi se konsumi i produkteve të qumshtit në përgjithësi dhe kosit në veçantë tregoi rezultate mjaft të mira kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2, gjithashtu edhe komplikacioneve të ngjashme. Probiotikët, të cilat gjenden te kosi, luftojnë gjithashtu edhe metalet e rënda. Kosi përmban edhe probiotik mjaft të shëndetshëm të cilat i duhen organizmit tuaj në mënyrë të rësore. Ato mund të zvogëlojnë absorbimin e metaleve të rënda, gjithashtu edhe toksinave mjedisore deri në masën 78%. Studimi i kryer nga shkencëtarët e qendrës Lawson Institutin e kërkimeve mbi shëndetin në Kanada ofruan provat e para klinike të përfshirjes së kosit me probiotik në uljen e rrezikut të lidhur kështu edhe me problemet e arsenikut. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një arsenal i shtuar në betejën kundër depresionit. Studimet kanë treguar se substancat probiotike të kosi i bëjnë shumë mirë edhe në sjelljet depresive, ndërsa studimet tregojnë se njerëzit deri më tani kanë përfshirë kosin në dietën e tyre dhe kanë patur rezultate më të mira. Është e rëndësishme të konsumoni kosin pa yndyr dhe atë të përgatitur vetë në shtëpi për të marrë këto të mira. Nëse konsumoni kos në dietën tuaj do të keni më pak probleme me diarren. Në vitin 2012, një metaanalizë e studimeve të mëparshme të botuar në JAMA ka treguar se konsumi i probiotikëve lidhet me një rrezik të reduktuar të diarres. Në 63 studime rastësore me një total prej 12.000 pjesëmarrësish, përdorimi i probiotikëve u lidh me një rrezik 42% më të ulët të zhvillimit të diarres në krahasim me grupin e kontrollit që nuk përdorte probiotik. Një ndihmës i madh i djegjeve të yndyrnave. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kilogram, jeni të vetëdijshëm që pjesë e saj të bëhet edhe kosi, sidomos ai pa yndyr i përgatitur vetë në shtëpi. Një studim i një viti më pas i kryer nga Universiteti i Tennessee ka zbuluar se personat që përfshinë kosin në programin e tyre të ushqimeve për humbjen e peshës humbën më shumë kilogram në krahasim me ata që kishin reduktuar vetëm kaloritë. Ngrënia e kosit humb 22% më shumë peshë, 61% më shumë yndyr në trup dhe 81% më shumë yndyr në zonën e barkut gjatë 12 javëve të studimit. Kosi përmban proteina dhe element fermentues që ndihmojnë me tretjen. Këto janë edhe përbërësit më të nevojshëm gjatë një diete. Të ngrënit kos për një periudhë më të gjatë mund të jetë e vështirë, por organizmi nuk i shkakton probleme.
Për të çliruar energji të mjaftueshme, konsumoni deri në 12 filxhan në ditë. Nëse hani kos vazhdimisht, dieta juaj nuk ka nevojë për drithra ose ushqyes të tjerë. Kosi është një zëvendësues i mirë dhe i shëndetshëm. Është zbuluar se ushqimi i rënd, veçanërisht i fast foodeve, arrin të zvogëlojë probiotikët në stomak. Edhe përdorimi i antibiotikut madje redukton këtë lloj substance. Kosi është një burim i shëndetshëm i probiotikëve për shumë arsye. Kur ai bëhet pjesë e dietës suaj, atëherë do të ofrojë një sër elementësh mjaft të rëndësishëm për organizmin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Prandaj mundohuni të përfshini kosin e përgatitur vetë në shtëpi si një zgjidhje natyrale për të mbajtur larg këto shqetësime. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm, sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël dhe i kripur në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt më të lehtë. Kosi i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2 dhe B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat befasuese të ngrënies së kosit në mëngjes ose edhe pastaj gjatë gjithë ditës. Sistemi i tretës është i pari që do të përfitojë nga konsumi i prebiotikëve të tij. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai qetëson sistemet e rënduara të inflamacionit dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të gjithë ata persona të cilët duan të kenë një imunitet më të fortë. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Mban tensionin nën kontroll. Sipas të dhënave, tek kosi, kaliumi ndihmon në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e mirë të zemrës. Kosi mban larg gjithashtu edhe infeksionet. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Nëse doni kocka më të forta, përfshiheni kosin në dietën tuaj. Kosi do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Një filxhan me kos përmban gjithashtu 275 mg kalcium. Për këtë arsye ne e konsumojmë që në mëngjes dhe i kemi dhënë kockave gjithashtu fuqinë e duhur ditore. Kosi përmban bakterie të mira. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat të dëmshëm nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrjet në stomak ose diarrea, është e këshillueshme të hani kos në mëngjes. Kosi mund të konsumohet gjithashtu edhe pas aktivitetit fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi ndihmon në rikthimin e tyre. Kosi është një produkt shumë i mirë edhe për personat të cilat vuajnë nga alergjitë. Të vegjëlit dhe grave shtatzana që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjitë, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimeve, të vegjëlit që ushqejnë me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjitë e stinës. Kosi ndihmon gjithashtu edhe për të rënë më thjesht nga pesha e tepërt. Kosi përmban pak kalori. Për më tepër, fal konsumit të tij, qelizat të yndyrës prodhojnë më pak kortizol, e cila nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër kaviteteve të gojës. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që mbron mishrat e dhëmbëve dhe mbetjet ushqimore dhe bakteriet. Dhe përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer kundër këtyre shqetësimeve. Bakteriet e mira të kosit janë ato të cilat jetojnë në aparatin tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që mund të shkaktojnë infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon edhe në tretjen më të mirë të ushqimit dhe është perfekt për ata të cilët vuajnë nga fryrja. Kosi është i pasur me kalcium, kalium, përbërës kryesor ushqimor për masën kockore më të shëndetshme. Për këtë arsye, kosi është i rëndësishëm për të vegjëlit, të cilët i kanë kockat edhe më të brishta, por edhe të rriturit duhet ta marrin pjesë të dietës së tyre të përgjithshme kosin për t'i ardhur në ndihmë shëndetit kundër këtyre komplikacioneve, citon Step to Health. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton për të parë video tona të reja që publikojmë çdo ditë.